si po ja kaloni javën, arritëm më në fund, ja dolëm e hoqëm qafe muajin e janarit, që zgjat 6 muaj, dhe tani më në fund kemi mbërritur në shkurt. Shkurti, muaj shkurtër, tek i cili për herë të parë ndjejmë ato notat e bukura, aromën e këndshme të asaj pranverës që kur do na vija man se na lodhi ky dimri me shije, me dëbore, me të ftohtë, me halle, me probleme. Ke parasysh që njëm veten që do vi pranvera dhe çdo gjë do rregullohet. Domethënë të gjitha hallet tona do fluturojnë jashtë nga dritarja. Por për të ndjerë pak më pak hallet në jetën e përditshme, çfarë ju ka këshilluar doktori, kirurgu dhe çdo guru i mundshëm indian? Emisionin tim sigurisht, sepse sot është dita e Mërkurje, dita e bekuar e Mërkurje, dhe unë personalisht gjatë gjithë ditës kam hedhur valle dhe kam kënduar. Dhe kur njerëzit më pyesni pse je kaq e lumtur më i vezire, unë ju thoja sepse sot është dita e emisionit tim dhe ja ora shënoi 22:00 dhe ja ku filluam fuqishëm me çke rrëfe këtu në Paper Radio ose për të gjithë juve që po na ndiqni në website-in ton paper.fm. Përshëndetje për të gjithë juve që po na ndiqni në aplikacionin ton që mund ta gjeni në aty ku gjenden aplikacionet ku janë këto gjërat kështu që të rinjt që i gjejnë. Përshëndetje edhe juve dhe për të gjithë ata që janë të sintonizuar në valët e radios ton në 91.1 FM. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në emisionin Çke rrëfe me të madhërishmen, me mikeshën tuaj më të mirë që qani hallet, ndani gëzimet për të mirë e për të keqta, vezin. Jam këtu për ju, me ju, nga ju. Okej, dakord, shumë bukur. Sot do të kemi një tjetër puntat të jashtëzakonshme, kemi histori të bukura, kemi lajmërime të çmendura, edhe së radhe nga Craigslist, kemi rubrikën tonë të famshme A jam unë i keqja, ku të gjithë juve na shprehni hallet tuaja se si keni vepruar në një situatë të caktuar, dhe pastaj në fund do të flasim, domethënë te rubrika jon mistike e misterit, rubrika jon më dark, më e frikshme, do të flasim për shpirtrat. Por kësaj radhe kemi një histori që le të themi nuk është edhe aq e frikshme se sa është shpresdhënëse. Okej, dakord, kështu që do ju lutesha të mbeteni të sintonizuar këtu tek Paper FM me Çke rrëfe, sepse sot do jetë një puntat me të vërtet bombastike. Do ta ndezim të Mërkurjen, kuptoni ju tash se është mesi i javës, normalisht duhet ta çojmë energjinë up. Dhe kjo gjë bëhet sigurisht vetëm me Çke rrëfe këtu me vezin tuaj. Dhe përpara se të fillojmë dhe të lexojmë historinë e parë që na ka mbërritur në inboxing ton, unë ju rikujtoj që të gjithë juve si gjithmonë mund të dërgoni historitë tuaja, mund të dërgoni hallet tuaja, çfarë do lloj gjëje që t'ju vinë në mendje. Mund të jenë këto histori të sikletshme, mund të jenë gjëra që thjesht doni t'i ndani me ne, mund një opinion mbase, pse jo tash, shumë mendje bëjnë një mendje kur i thon. Por edhe histori të frikshme nëse ju ka ndodhur, dua ti di, unë personalisht dua ti di, okay? Dua ti lexoj dhe dua ti ndaj me të gjithë dëgjuesit tanë që janë të interesuar dhe i shijon këto lloj kontentesh. Gjithsesi, janë javë të ngarkuara, duhet ta pranojmë. Bota është lesheli, është bërë një kaos ekstrem, domethënë sidomos edhe me këto hapjet e dosjeve të Epstein, si çysh i thon domethënë në anglisht. U dolën të palarat miliarderëve zemra ime, dolën në dritë të tëra, tërpisliqet. Dhe në këtë moment shumë njerëz janë të lumtur, se thonë që shqyr dolën të palarat. Shumë njerëz janë të acaruar me të drejtë, sepse këto të palarat kanë të bëjnë me gjëra të tmerrshme, me gjëra jashtëzakonisht makabre, horror, domethënë njerëzor. Por në fund të fundit unë mendoj që e vetmja gjë pozitive, le të themi, që na ngelet
për të marrë nga kjo situatë është fakti që jemi afër me njëri tjetrin. Duhet të mësojmë që jemi shumë afër me njëri tjetrin dhe ajo çfarë na mbetet është pikërisht njëri tjetri. Personat e plot fuqishme që kanë abuzuar me pushtetin e tyre për të bërë gjëra makabre, janë pikërisht ata persona që abuzojnë me vetë neve. Do me thënë, ne jemi ajo kopeja që na ndajnë, thjesht na përçajnë duke na bërë sa më kundra njëri tjetrit, që ndërkohë që ne jemi të zënë duke u rrafur dhe duke debatuar me njëri tjetrin, ata kanë mundësi të bëjnë pislliqet e tyre, sepse nga pislliqet e tyre të gjitha palët kanë vuajtur. Se mund të jenë palë liberale, se mund të jenë palë konservatore, të dyja palët, do me thënë, janë bërë mysybet minone, sepse kur bie fjala për pushtet, askush nuk do t'ja di fare për bindjet e tua politike, sepse ka vetëm një zot për këta njerëz dhe ai zot është paraja. Dhe në moment që kanë një le të themi supply, një bank të mbushur vetëm me lekët e tyre të qelbura, nuk duan t'ja din fare as për morale, as për gjëra. Por në fund të fundit këta janë pikërisht ata njerëz që kanë predikuar gjithmonë moralet dhe këta mishtemi bëjnë pislliqet më të mëdha. Do t'ju citoj këtu një shprehje të një poeteshe të jashtëzakonshme amerikane që quhet Maya Angelou, dhe Maya Angelou ka thënë: keni kujdes sepse nuk ka njerëz më të rrezikshëm se sa ata njerëz që thonë që nuk kanë të palara. Të gjithë kemi të palara, ata që thonë që nuk kanë të palara janë më të rrezikshmit se kanë të palarat më makabre që të mund të ekzistojnë në këtë planet. Më kuptoni juve? Por pa humbur kohë, le të fillojmë me historinë e parë që na kanë dërguar. Dhe thotë, un kam një histori thotë me fallxhoren që ende më vjen turp ta tregoj, thotë, po ja ku jemi. Sigurisht. Do të thënë, dhe fallxhori është një nga temat kryesore, do të thënë, që na vijnë këtu. Para disa vitesh, thotë, shkova te një fallxhore shumë e famshme në thonjza, ma ka vënë. Ajo thot më pa dorën më pa syte, më pa filxhanin. Dhe më pas thot me një siguri absolute thot, më thot, ky është viti yt, thot, këtë vit do martohesh, thot. Unë thot kam dal nga aty thot si nuse imagjinare, thot. I buzëqeshja thot çdo burri që më dilte përpara, thot, edhe kasapit i thoja mirupafshim kështu me zë të ëmbël, thot. 2 muaj më vonë, thot, u lidha me një çun dhe zbulova, thot, që i dashuri që kisha po më tradhtonte. Bravo, ja urdhra. Jo vetëm që nuk u martova, thot, por u ndava me skandal, thot, me lot, thot, edhe me bllokime në WhatsApp. Por fallxhoria nuk më tha vetëm këtë, thot. Ajo më tha edhe që si vjet do bëja shumë para. Dhe në atë moment, thot, unë fillova të ndërroja për makina luksoze, udhëtime, rroba të shtrenjta. 3 muaj më vonë, thot, më thirrën në zyrë, më thanë, më vjen keq, po do bëjmë shkurtime. Po këtë ka marrë mësysh. Do të thoj gjëra të mira e ti pas ka tranosur të tëra. Po jo vetëm që nuk u bëra me para, thot, por fillova të bëja llogari, thot, se sa ditë mund të jetoja me makarona dhe buk, thot. Dhe qershia mbi tort, thot, është kur më tha që si vjet do të udhëtosh shumë dhe do të shohësh botën, thot. Dhe vërtet, thot, e kam parë botën, thot, e kam parë nga divani dhe nga dritarja, sepse ishte viti kur plasi Covidi. No. Dhe u mbyll gjithçka, thot, dhe udhimi im i largët që bëra atë vit, thot, ishte nga dhoma e gjumit në kuzhinë, si të tërë motër, si të tërë. Kur mendoj tani, thot, fallxhoria nuk gaboj komplet, se po ta marrësh kështu, thot, u martova me veten time, thot, bëra para në ëndra dhe e kam udhëtuar botën, thot, me Google Maps. Tashi, po jo se kjo është shumë e bukur, është shumë interesante, është si ajo Sylvia Brown, që ishte një nga këto mediumet që është bërë virale tani, është bërë rrafmet pas edhe ka vdekur, me ato videot e veta që njerëzit e pyesnin, i bënin pyetje, kjo gjas me shifte të vdekurit, komunikonte, do të thënë merrte vesh kështu nga bota e përtejme. Dhe mbaj mend, i thot një vajzë që ja kjo shtëpia ime, se çka ca gjëra çuditshme, i thot, duhet ta shohësh historikun e shtëpisë, thot, se më del një person, thot, një person me filan fistë ke emër, po s'ka mundësi, thot ajo, se ne shtëpinë e kemi ndërtuar ne, thot, s'kemi 2 vite që e kemi ndërtuar shtëpinë. Zemra ime, thot, shif tokën, do të thënë e drodhi kështu në një mënyrë kaq të bukur, dhe shumë persona, sepse atje kishte njerëz për shembull që e pyesnin që kam vite që nuk kam takuar babain tim, çfarë ka ndodhur, ka vdekur. Ka vdekur, është mbytur në një lumë në Louisiana dhe mbas disa muajsh dilte që babai ishte shëndosh e mirë, kupton ti, dhe është një listë e gjatë, po shumë e gjatë me persona që Sylvia Brown thoshte kanë vdekur, që në fakt ishin si kokë rremollës shëndosh e mirë. Por tani kemi mbërritur te pika që do të lexojmë
Të lutem shumë, se kjo është vëmendje. Do të lexojmë lajmërimet nga Craigslist, që është me të vërtet vendi i çuditërave. Unë sa herë futem argëtohem shumë. Dhe lajmërimi i parë ishte një fotografi dhe është një fustan nuseje. Dhe thot fustan nuseje $50 ja ka vënë, thot masa 10, thot. Dhe e bukura nuk është kjo, e bukura është lista me mënyrat se si ju mund ta përdorni këtë fustan nuseje që ka dhënë kjo zonja këtu. Fustani, thot, mund të përdoret përveç se për të martuar, thot, sepse është një fustan i bukur nuseje vintage, mund të përdoret, thot, edhe për gjëra të tjera, si për shembull, kostum Halloweeni, qëndron. Kostum Halloweeni, qëndron. Kostum, thot, për të trembur të dashurin tënd. Dhe kjo është shumë e çuditshme. Mendon për shembull që një ditë të bukur thjesht i dashuri yt është në sallon dhe ti i del me fustan nuse dhe i thua jam gati. Hajde, të shkojmë në kishë ta volosim. Thot, kjo është brillante. Mund ta veshësh, thot, për të firmosur letrat e divorcit dhe ti thuash ishit tënd ta mbyllim shpejt se kam pak punë. Është brillante, kam pak punë. Sa të lash ti do martoj tjetrin. Është e dhoma ngjitur. Thot, mund ta vishni në punë. Okej, shumë interesante që ke parasysh punon në call center dhe një ditë të bukur shfaqesh me fustan nuseje. Mund ta vishni, thot, për vit të ri dhe ti shkoni babagjyshit, ti kërkoni që t'ju sjell dhuratë një dhëndër. Jashtëzakonshme. Mund ta vishni, thot, në dasmën e dikujt që keni inat, sepse në dasmën e dikujt që keni inat nuk lejohet që njerëzit e tjerë të vishën me të bardha, dhe për mendimin tim, këshilla më brillante është mund ta mbani, thot, në varse tek sedilja mbrapa makinës dhe nëse policia ju ndalojnë për shpejtësi të lartë dhe do t'ju vërgjob, mund t'i thoni që jam vonë për dasmën time. Po ku ju pjell mendja, jashtëzakonshme. Do të thënë sinqerisht, në Craigslist kam lexuar gjërat më idiote që mban ky planet, po kjo është brillante. Një duar trokitje nga publiku, po pres për duar trokitje, sa ta që. Se, e gjetëm. Ja, nuk kemi duar trokitje? Ja, bravo! Shumë mirë, shumë faleminderit Antonio, se Antonio gjithmonë përpara se të fus këto efektet zanore, unë për si makinë qepse edhe nuk ka kohë që të fus në një nga këto detaje dhe tash. E jashtëzakonshme. Kjo qëndron. Vazhdojmë me njoftimin tjetër, lajmërimin tjetër, që ka thënë një çun, thot, më duhet, thot, dikush, thot, që të kaloj nivelin 46 te Super Mario, thot. E kam provuar 400 herë, thot Mavriu Katrani, thot, dhe nuk e kaloj dot, thot. Kush në këtë zonë, ka vënë atë hartën, mapsin, kush në këtë zonë, thot, mund ta bëj e pres në adresën më poshtë, thot. Si shpërblim, thot, ofrojmë birra dhe qofte. Do të thënë, këti Katrani di ka ardhë kaq në majtë hundës, do të thënë që s'po e kalon këtë nivelin, sa thot, amani, ore, e pagua ju në atë drekën apo darkën me birra dhe qofte, po e jani ju lutëm shumë që të hiqni, të kaloni këtë nivelin, se nuk është e pamundur, do me thënë. Dhe lajmërimi tjetër, dhe i fundit, është njëri që ka shkruajtur, baja me falas, baja me falas. Kështu titull. Dhe thot, porosita aksidentalisht, thot, 15 kile bajame, thot, ndërkohë që për recetën që po gatuaj më duhen vetëm 1.5 gram. Ju lutem, thot, kush është i interesuar të viti marr sa më shpejt falas bajame, thot, se më vrau i me shoqe po e mori vesh. Katrani është kaq si ta them unë, i dëshpëruar. Për gafën që ka. Të lumtja, do me thënë se mos e ka. Tashti, ca kanë bler thesin me bajame dhe duan ta japin, ca kanë, nuk e di, mbas se kanë ndonjë person me emrin bajame që duan ta japin për nuse, por gjithsesi për të gjithë ata që po han bajame, kanë bler bajame apo dhe kanë emrin bajame,
për ju është e dedikuar kënga në vazhdim dhe më pas do të vazhdojmë me rubrikën ton, a jam unë i keqi, a jam unë i keqi, kështu që mos u ndani, dakord, kthehemi pas një këngë. Ja, wow, fuqishëm me Maneskin, edhe Mamma Mia eksplicit. So lecoj titullin. dhe ja ku jemi këtu në çkerë me vezin, të jashtëzakonshme me vezin, lufdom goj se të çava, nuk ekziston modestia te emisioni im, ju lutem shumë. Jemi në rubrikën ton, një nga rubrikat më të dëgjuara që kemi, rubrikën a jam unë i keqi dhe a jam unë e keqja. Dhe pa humbur kohë, le të futemi thellë tek historia e parë që na ka ardhur në inboxin ton, që thot: "Përshëndetje çkerfe, thot, dua të tregoj historinë time. Kam prej vitesh, thot, një shoqe të ngushtë që po e quaj Lola. Mos u shqetësoj dashur, sepse edhe kur na i çoni me emrat tuaj të vërtet i ndrojmë neve, sepse nuk duam të fusim siklete tek njerëzit edhe nuk duam të prishim punë askujt. Kështu që qetëso, me të qetë, okay?" Dhe thot, me këtë shoqen e ngushtë që quhet Lola, kemi qenë gjithmonë shumë të afërta, thot, që në kohën e gjimnazit dhe deri në universitet. Okej. Së fundmi, thot, ajo është lidhur me një djalë. Në fillim, thot, nuk po vija re diçka të dyshimt, thot, por më pas, thot, sa herë që dilnim grup, ai sillej shumë çuditshëm me mua. Okej. Shumë ftohtë, thot, dhe shumë i larguar. Nuk e kuptoja, thot, përse sa herë, thot, që unë dilja me atë, a i sillej në këtë mënyrë. Por, thot, një ditë, dola me Eglën, thot, një shoqen ton tjetër të përbashkët, dhe bie biseda te Lola dhe i dashuri i saj, dhe unë e hodha si fakt që sa herë që jam prezente, a i sillet me mua shumë ftohtë. Egla, thot, më tha që kur unë nuk jam prezente, a i shpesher, thot, hedh komente raciste. Unë, thot, jam vajzë rome me ngjyrë, thot, dhe kjo gjë nuk më pëlqeu fare, thot. Gjithsesi, nuk doja ta merrja si të vërtet dhe vendosa që të ballafaqohesha me Lolën, thot. Kur e pyeta nëse i dashur i vet kishte bindje raciste, ajo thjesht donte të ndryshonte muhabetin, sepse është e vërtet. Derisa, thot, në një pikë më tha që është pak racist, tha, por që është çun i mirë dhe ajo nuk ka për të gjetur asnjëherë një çun si ai. Unë u ndjeva keq, thot, sepse kjo do të thoshte që sa herë që unë isha prezente, ai nuk do ndihej mirë. Dhe vendosa që ngadalë të shkëpusja marrëdhëniet me Lolën. Ajo e vuri re dhe më akuzoi se e kam unë fajin që ngatroj sjelljen e të dashurit të saj me të. Tani, thot, unë jam në dyshim, mos ndoshta veprova keq, sepse ajo është sjell gjithmonë mirë me mua, a jam unë e keqja? Më mbaj, dikush të më mbaj të më lidh me murin, sepse vezi do plas e do shpërthej. E pare punën zemra ime, më dëgjo mua, më dëgjo këtu se po e thash unë, është vullosur kjo punë. Ti nuk duhet të ndihesh keq në absolutisht në asnjë lloj sekonde, dhe nëse prezenca jote, vetja jote, ashtu siç ka bërë Zoti, ngjyra jote, personaliteti yt, çfarë do lloj gjëja e jotja acaron një person tjetër, është totalisht halli i personit tjetër. Edhe jo më vjen keq, më lër ta specifikoj mirë. Janë idiotësitë e personit tjetër dhe budallalliqet e personit tjetër. Kështu që ti absolutisht nuk duhet të ndihesh keq, nuk duhet ta vësh në dyshim veten që mbase un po i prish punë. Who cares? Se çfarë mendimi ka një person që është racist? Seriozisht e ke ti një person që të ka inat vetëm nga ngjyra e lëkurës? Është totalisht gjëja më idiote dhe më absurde që të mund të ekzistojë. Dhe nga ana e shoqes tënde të ngushtë, më duket totalisht shumë hipokrite se si mund, le të themi, të bësh një syqorë dhe një vesh shurt kur je me një person që ka bindje të tilla dhe shoqja jote e ngushtë është një vajzë rome me ngjyrë. Domethënë më duket hipokrizia më e madhe. Dhe vet shpreha e saj, gjëja që ajo tha që po unë nuk kam për të gjetur më mirë, kam përshtypjen që vjen e pare punës nga problemet e saj që duhet Anila! Erdhi momenti Anilës. Duhet të shkoj te Anila, psikologja jon. Janë probleme që ajo veti ka. Dhe e dyta e punës, unë nuk mund të justifikoj dot një person që thjesht e justifikon këtë gjë dhe thot që okay, se s'ka gjë, janë thjesht po flet kështu, po një sekond, sa i nuk është se po flet kështu kot. Një nga personat që
po afektohet nga kjo lloj sjellje, është pikërisht shoqja jote e ngushtë. Kështu që ti ose më saktë ajo shoqja jote duhet ta bëj këtë balancën që një sekond, a është kjo një gjë e drejtë dhe pastaj troç muhabeti, come on. Sa e dëshpëruar mund të jesh, do të thënë ke përfunduar me një çun racist, është come on, është e shpifur. Është e shpifur, është e ulët, është e qelbur. Ja zë këtë qoftë, tur të vi. E lash se po të vazhdoj do bëj kërdin, do nxjerr hanxharin. Kështu që ti mos u shqetëso fare e dashur. Njerëz të tillë largoj dhe në këtë pikë ajo shoqja sapo të ka le të themi të ka treguar që nuk është shoqja jote e vërtet, sepse nëse do ishte shoqja jote e vërtet, nuk do e pranonte këtë lloj sjellje. Edhe nuk do kishte përfunduar me një freaking racist. Come on. Tash ti jemi realist. Okay. Qetëso vezi, mos nxirr zjarr nga goja. Do vazhdojmë tani me historinë tjetër. Sot me sa duket këto historitë, a jam unë i keq, i kemi domethënë, më duhet vakull në kokë se do marr flak. Jam e martuar, thot, prej 6 vitesh dhe kemi një djalë 5 vjeçar, e paçme jetë, të lumt. Marrëdhënia ime me vjerrën, thot, ka qenë gjithmonë e vështirë, thot, por unë e duroja për hir të paqes, thot. Ajo është një nga ato gra që i din të gjitha dhe mendon se çdo gjë që bën është e drejtë. Problemi, thot, është që filloi kur unë vura re që djali im po përdorte fjalë që nuk duhet i di një fëmijë. Në fillim, thot, mendova se i kishte dëgjuar në kopsht, thot, por një ditë dëgjova djalin që po thoshte fjalë të pista dhe vjerra ime po qeshte me të madhe. Ja pas kam mësuar vjerra. Pyeta nëse ja kishte mësuar ajo dhe ajo jo vetëm që e pranoi, por mu justifikua që është çun dhe i ka lezet çunave. Moja Anila, tani më duhet mua Anila. Tani Anila më duhet mua për një... Ashtu, tani më duhet mua Anila për terapi. I thash qetë që kjo gjë nuk është në rregull dhe ne po përpiqemi që ta arrisim atë me respekt. Ajo mu kthye me po ta arrisnin kështu do të bëhet djalin gordallaq dhe do e tallin edhe nëse sillet si vajzë. Pika të rënd mboj debile, më falni. Le të vazhdojmë. Që aty, thot, gjërat vetëm sa u përkeqësuan, thot. Sa herë korrigjoja djalin, ajo ndërhynte, thot. Madje filloi t'i thoshte, mami e ka gabim, gjyshja e di më mirë. Okej. Po vazhdoj. Kjo, thot, ishte pika ime e fundit, thot. I thash burrit që ose të vendosnim kufi serioz, ose ajo nuk do të shkelte më në shtëpinë to. Amin o zot! Ajo përpoq, thot, ta minimizonte duke më thënë që është nënë e vjetër edhe nuk ndryshon dot, por një ditë, thot, pasi djali im më foli mua me fjalë fyese drejte në sy, thot, dhe vjerra ime ishte duke qeshur pas shpinës time, e humba durimin, thot. I thash vjerrës që nuk ishte më e mirëpritur në shtëpinë tonë, nëse nuk respektonte rregullat tona si prindër. Në fakt, thot, aty ishte prezent edhe bashkëshorti im dhe ai u shokua, thot, nga fjala që djali im tha dhe edhe ai i foli rënd të ëmës. Ajo filloi të qante dhe iku në shtëpinë e saj, thot. Tani ka kohë që nuk vjen më fare, sheqer, por flet lart e poshtë në fis, thot, që është faim që ndava gjyshen nga djali dhe nënën nga i biri. Pika i rënd. Tashti, një sekond. Të marrim, Anila ku je? Tani, ta marrim shtruar. Unë jam një person që jam rritur nga gjyshet, okay? Unë e di se çfarë do të thotë të kesh gjyshet i jashtëzakonshme që t'i japin dashuri, t'i japin afeksion, t'i japin atë prezencën e tyre që shpeshherë ajo prezenca e gjyshes është edhe më ngrohtë ose po aq sa e ngrohtë sa prezenca e nënës. Dhe një nga gjërat që unë i falenderoj, le të themi me zemër, gjyshet e mia edhe pse nuk janë më në jetë, është fakti që kur në jetën e tyre nuk e kanë kaluar cakun dhe e kanë kuptuar shumë mirë rolin e gjyshes dhe jo të prindit. Prindi është prindi dhe prindi është ai që e mëson fëmijën si të doj, ka mendimin e vet, ka teknikat e veta, ka edhe gjëra që mbase do t'i bëj ndryshe nga prindi i vet, siç na ndodh shumica prej nesh, domethënë, na ndodh kjo gjë që mendojmë që nëse unë do kem një fëmijë ose nëse kam një fëmijë, ka 2-3 gjëra, domethënë, që prindrit e mi kanë bërë që unë nuk do t'i bëj asnjëherë. Dhe këta janë ata personat që vërtet janë thesare në jetën tonë. Por në momentin që kjo vjerra na vjen edhe e pare punës njerë, i mëson fëmijës fjalë të pista me justifikimin që po tash do sillet si çun, jo vetëm që nuk ka të drejtë,
jo vetëm që po e çoj më andej dhe të them që ajo është duke ndërtuar një kriminal, sepse nuk është ndonjë gjë kaq e bukur që ta mësosh fëmijën me fjalë të pista. E di pse? Është një arsye shumë e thjeshtë, sepse ato fjalë të pista kanë një kuptim brenda. Okej? Dhe nëse fjalët e pista janë të, këtë e të, atë, nesër pas nesër, ai fëmijë që i ka thënë këto fjalë të pista, si loj, se unë i them këto dhe ha, qesh nëna, dhe vetë procesin apo aktin që kanë të bëjë këto fjalë të pista, do ta ketë si diçka të thjeshtë, si diçka të pavlefshme, si diçka, domethënë kështu easy peasy. Dhe nga kjo pastaj vijnë edhe rastet që ai tjetri thotë, e përdhunova se nuk më duk sikur ishte ndonjë gjë kush e di se çfarë. Okej. Kështu që ju lutem shumë, unë e para punës njëherë të përgëzoj, edhe ty edhe bashkëshortin tënd më vjen shumë mirë që ai në këtë moment ka mbajtur anën tënde, sepse logjikisht e ka parë situatën dhe nuk është situatë normale, absolutisht jo. Nuk është një situatë normale dhe edhe situata më normale, domethënë që më duket mua është ajo që thash që nëse ai nuk shan apo nëse ai nuk bën këto budalliqet, atëherë nuk është çun, po është gocë, domethënë. Se goca duhet të jetë ajo pastrusja, ajo që është e dashur, ajo që është, kurse çuni duhet të jetë një deficient që thot fjalë të pista. Jo, kush e ka shkruar këtë? Domethënë këto konceptet e kësaj maskulinitetit idiot janë sinqerisht gjëja më deficiente që mund të ekzistojë. Ekziston koncepti i mashkullit të fortë, që po, absolutisht duhet të ekzistojë. Dhe kush është mashkulli i fortë? Mashkulli i fortë është një burr që vërtet e mban shtëpinë në kurrizin e vet. Është një burr që mundësisht punon nga mëngjesi deri në darkë për t'i dhënë fëmijëve dhe familjes së tij atë çfarë ata kanë nevojë. Është një burr që është aty në të mirë dhe në të keqe. Shumë nga prindrit tanë, baballarët tanë konsiderohen si burra të forta. Mundësisht konsideroj më burr të fortë një baba që mban fëmijët dhe bën 3 turne pune sesa një lac gangster me një Benz që del rrugëve edhe ecën me shpejtësi dhe bën sikur është i fortë. Okej, honey, vezi on fire. Vezi ku çedër sot, ku çedër. Po ç'më dërgoni këto? Mos piçoni këto mesazhe se nis nxjerr flakun pastaj acarohem unë. Po. Tani, për ta shplar pak situatën, do të kemi një shkëputje e shkurtër muzikore, po mos u ndani, sepse më pas është pjesa e 3 e emisionit tim, edhe do të flasim për një temë shumë të mistershme, shumë mistike, mbi natyrore, për shpirtrat. Kështu që dëgjohemi pas pak. Dhe ja kur I kthyem fix me tingujt e Dancing Until I'm Dead me Lady Gaga, me videon e saj ikonike të drejtuar nga Tim Burton, që edhe sot e kësaj dite nuk më del e keqja, sepse më kanë ftuar në një event privat në Rom, kur do bëhej ajo, le të themi, premiera e sezonit të dytë të Wednesday, dhe ishte I ftuar Tim Burton. Dhe unë mund të isha atje, mund të kisha takuar, të kisha thënë, bravo burri dhe u të lumt, unë nuk mundet të isha do të atje, sepse kisha shfaqe në Durrës. Faleminderit shumë. Kjo është historia, por në fakt jo, nuk është kjo historia, sepse sonte do të flasim për një fenomen shumë interesant, dhe është pikërisht fenomeni I shpirtrave, që jo gjithmonë le të themi është ashtu siç ne imagjinojmë, domethënë ajo gjëja që dela I me çarçaf në kokë dhe do të trëmbë dhe ku ta di unë se çfarë gjëra të tilla. Historia që neve kemi vendosur t'ju tregojmë sot, edhe që unë kam zbuluar dhe kam gjetur dhe më ka bërë shumë përshtypje, në thelb është jashtëzakonisht shumë e thjeshtë dhe na vë pyetje. Por përpara se ta diskutojmë bashkë, më lejoni që t'ja u tregoj në fillim. Historia filloi me një familje shumë të thjeshtë, ku ishte mamaja, babai dhe çuni I tyre I vogël, dhe u zbuluaj që fëmia e tyre kishte një problem në zemër, kishte një defekt në zemër, dhe mjeku I sugjeroi që ata të shkonin dhe të bënin një ndërhyrje tek foshnja e tyre për ta rregulluar këtë problemin. Normalisht ishte një ndërhyrje jo e vogël,
ishte një ndërhyrje e komplikuar, le të themi, dhe është një nga ato momentet ku sinqerisht nuk ja uroj askujt, sepse është një situatë shumë e rëndë dhe një situatë shumë e sikletshme dhe vështirë për t'u kaluar. Në momentin që prindrit vendosën sigurisht që ta kryenin këtë ndërhyrje, sepse ashtu le të themi ju gjykua, domethënë nga mjeku i tyre dhe nga kirurgu që e vizitoi fëmijën, e çuan në spital dhe në momentin që fëmia i tyre hyri në sallën e operacionit, ata vendosën të qëndronin atje, pra tek ai vendi, domethënë tek ajo salla ku shpeshherë njerëzit presin jashtë me padurim, me ankth, me nervozitet doktorin që të dalë dhe me shpresë që ai doktor që del nga salla e operacionit t'ju jap lajme të mira. Bashkë me ta ishte dhe një tjetër burr, le të themi ishte një burr që kishte dhe ai fëmijën e vet, sepse ishin tek kirurgjia e pediatrisë, dhe edhe ai po priste fëmijën e vet, gocën e vet që ishte në salla e operacionit ngjitur, dhe edhe ai ishte në ankth dhe në stres për rezultatet e operacionit të gocës së vet. Duke qenë se që të dyja ndërhyrjet ishin ndërhyrje jashtëzakonisht shumë të vështira, ata duhet të pristin atje për një kohë relativisht të gjatë. Dhe në një moment dy burrat filluan të flisnin me njëri tjetrin dhe duke qenë se operacioni ende domethënë duhej kohë që operacioni i fëmijëve të tyre të mbaronte, ata vendosën që të shkëputeshin në një moment dhe të shkonin tek një vend, domethënë aty afër që bënte për të ngrënë dhe të merrnin diçka për të ngrënë dhe ta hanin dhe edhe t'i sillte edhe ky bashkëshortes së vet diçka për të ngrënë. Në momentin kur dy burrat u larguan, futet një grua dhe me njëherë domethënë i tregon gruas tjetër që është bashkëshortja e burrit që sapo ndodhej atje. Me një bisedë shumë të shkurtër i tregoi që ata nuk ishin më bashkë, por në momentin që ajo domethënë dëgjoi që fëmia i vet po futej në sallën e operacionit, kishte marrë domethënë atë avionin e parë, kështu e shpjegoi, kishte marrë avionin e parë sepse nuk jetonte më në atë qytet dhe ishte kthyer domethënë në vend që qëndronte pranë fëmijës së vet. Një nga gjërat shumë të çuditshme që i bëri përshtypje, le të themi, kësaj zonjës domethënë që po priste atje në sallën e pritjes, ishte që gruaja tjetër që sapo hyri, pra nëna e gocës që ishte në operacion, ishte jashtëzakonisht shumë e qetë. Ishte jashtëzakonisht shumë e qetë dhe kjo gjë e çuditi shumë dhe e pyeti që si ka mundësi që ajo arrinte të ruante qetësinë dhe pa ju dridhur qerpiku i syrit në një farë mënyre, përgjigjja e saj ishte shumë e thjeshtë dhe i tha që është okay, unë e di që operacioni do shkojë mirë. Dhe jo vetëm operacioni i gocës time, tha, po dhe operacioni i çunit tënd, do shkojë jashtëzakonisht shumë mirë. Gruaja sigurisht e falenderoi për këtë dozë, le të themi, pozitiviteti që ajo i dha, një pozitivitet që është shumë i nevojshëm në situata të tilla. Dhe në një moment të caktuar ajo u shkput edhe i tha që do të lëvizte për të shkuar pakës në tualet. Shkoi në tualet dhe mbasi ajo shkoi në tualet, dy burrat që kishin shkuar për të marrë për të ngrënë u kthyen tek dhoma e pritjes. U kthyen te dhoma e pritjes dhe në momentin që ata u kthyen te dhoma e pritjes, si me zile, si me porosi, jo vetëm që doli një doktor nga salla e operacionit, por dolën dy doktor, secili nga sallat e ndryshme të operacionit që po bëheshin ndërhyrjet, shkuan tek prindrit që ishin në ankth dhe në stres dhe i dhanë lajmin e mirë që të dyja operacionet kishin shkuar në mënyrë të shkëlqyeshëm. Dhe në gëzim e sipër të gjithë, domethënë, buzëqeshën e përqafuan njëri tjetrin, ishin shumë të lumtur, ishin shumë të gëzuar dhe në atë moment gruaja me një kënaqësi dhe me një gëzim shpërthyes dhe të jashtëzakonshëm i thot burrit që mezi po pres që bashkëshortja jote të kthehet, që t'i themi që operacioni i vajzës tuaj ka shkuar shumë mirë. Dhe në atë moment pamja e burrit ndryshon totalisht. Dhe në atë moment ai i shpjegon gruas që bashkëshortja e vet kishte vite që ishte ndarë nga jeta. Kështu që në atë moment çdo gjë domethënë u bë e paqartë. U bë e paqartë sepse gruaja në fjalë po dyshonte çdo gjë, po dyshonte që personi që hyri atje mbase ishte
dikush që është hequr si gruaja e personit, mbase edhe ishte një gjumë dhe kishte imagjinuar gjithë skenën, mbase stresi i situatës se kishte bërë që ta imagjinonte. Ose, mbase, vërtet e mendoj edhe faktin që nëna e vajzës, edhe pse nuk ishte më në jetë, erdhi atje për të qëndruar prezente në një moment të vështirë të fëmijës së saj. Dhe jo vetëm të fëmijës së saj, por edhe të djalit të vogël që ishte aty afër, dhe fjalët të cilat ajo i tha kësaj nëne, domethënë, e cila ishte në ankth, mbase nuk ishin thjesht fjalë pozitive, fjalë pozitiviteti, por mbase ajo dinte diçka që një person që tashmë është në botën tjetër mund ta marrë vesh edhe mund ta di. Dhe kjo histori është jashtëzakonisht shumë interesante sepse ekzistojnë jashtëzakonisht shumë histori të tilla dhe unë personalisht nuk e di pse më pëlqejnë këto lloj historish sepse e bëjnë që të duket ajo fenomeni, le të themi, i botës tjetër, fenomeni i shpirtrave, fenomeni i njerëzve që nuk janë më në jetë, por që shfaqen dhe kthehen më pak të frikshëm, sepse gjithmonë jemi mësuar të dëgjojmë ato historitë të tmerrshme që një shtëpi e pushtuar nga fantazmat që duan me do e mos të heqin qafe, dera që lëviz, abazhuri që ja bën kër, apo ku ta diun këto gjërat. Okej, dakord, jam dakord. Mund të ekzistojnë edhe fenomene të tilla. Por është interesante ta mendosh që mund të ekzistojnë edhe fenomene si ky, që janë shumë herë më të butë, shumë herë më pozitiv dhe që na bëjnë të mendojmë që një sekondë se mbase fenomeni apo të mendosh për tej botën nuk është kaq i frikshëm sa që ne mund ta imagjinojmë dhe gjithashtu edhe faktin që kjo gjë domethënë na bën të mendojmë që njerëzit të cilët ne i kemi dashur jashtëzakonisht shumë dhe ata na kanë dashur jashtëzakonisht shumë dhe që nuk ndodhen më në jetë, mbase janë pranë nesh që ndrojnë afër, na ndihmojnë atëherë kur munden, por thjesht ajo prezenca e tyre është afër nesh dhe kjo mendoj unë na bën të ndihemi më pak të vetmuar në përditshmërinë e jetës tonë apo edhe në momentet e vështira të jetës tonë. Ne tek emisionet që kemi bërë për Halloweenin që ishin të dedikuara vetëm për historitë e frikshme, kemi prekur pak atë fenomenin e çuditshëm që ndodh kur një person është gati për të ndarë nga jeta. Dhe ky është një fenomen që është shpjeguar dhe është folur sidomos nga personat ose nga infermierët që punojnë në qendrat me pleq, në shtëpitë e pleqve, por edhe nga familjarët, nga familjarët, domethënë që kanë pasur një person në moshë apo një person që ka qenë pranë vdekjes dhe në momentin e fundit këta persona kanë nisur të shikojnë apo të dëgjojnë persona që i kanë njohur gjatë jetës, por që nuk janë më në jetë, që duket sikur janë fanepsur para tyre, janë shfaqur për t'i bërë ata që të ndihen më pak vetëm dhe le të themi për t'i shoqëruar gjatë këtij kalimi që ata do të bëjnë nga bota jonë në botën e përtejme. Dhe unë personalisht mendoj që ky si fenomen apo si ide është jashtëzakonisht shumë e bukur sepse siç e thash edhe më përpara, e para punës njëherë të bën të ndihesh më pak vetëm dhe e dytë punës të bën të mendosh që okay, nëse vërtet ekziston një përtej botë, do të ishte shumë herë më e bukur le të themi dhe shumë herë më i lehtë kalimi në këtë botë tjetër, nëse fytyra e parë le të themi, që do të shihnim, do të ishte një fytyrë e dashur, një fytyrë e njohur, një fytyrë familjare. Dhe duke e diskutuar, duke vazhduar domethënë diskutimin, mua më pëlqen që pse jo ta shohim edhe këtë anë të medaljes, jo vetëm ata anën që historitë me fantazma, historitë me shpirtra janë të frikshme, historitë me gjëra mbinatyrore të këtij lloji janë për të trembur fëmijët, janë për të na drithëruar neve, domethënë netëve të gjata kur mblidhemi me shokët apo shoqet edhe mundohemi ti tregojmë njëri tjetrit histori të tilla dhe për të krijuar ato drithërimat le të themi të frikës, sepse edhe ato janë interesante, absolutisht, edhe ato kanë atë bukurinë e vet. Por pse jo? Ta shqyrtojmë këtë fenomen edhe nga një tjetër anë, ajo ana e bukur, ana shpirtërore, ana
si ta them, familjare, le të themi, e cila bën sens, absolutisht që bën sens. Në shumë kultura është përfolur ky fenomen në kultura të ndryshme, si në vendet aziatike edhe deri tek Afrika, gjithashtu edhe tek tribut e lashta të native amerikanë, domethënë të amerikanëve vendas, dhe madje jo vetëm që është trajtuar si temë, por shpeshherë njerëzit kanë qenë edhe më në kontakt, le të themi, me botën shpirtërore. Ekziston, sidomos për shembull më vjen në mendje mua tani në Kinën e lashtë, në Kinën e vjetër, në Japoninë e vjetër, marrëdhënien që njerëzit kishin me paraardhësit e tyre, me sërgjyshërit e tyre, ishte jashtëzakonisht shumë herë më e afërt. Ishte, le të them unë, një marrëdhënie si ata të ishin ata ëngjëjt e tyre drejtues, dhe shpesh herë vetë varrezat e tyre, domethënë mënyrën se si ata i ndërtonin varrezat e tyre, më tepër se sa varreza ishin si altare, tek të cilët ata shkonin, luteshin, jepnin nderimet e tyre, domethënë për këta, le të themi, degë të familjes së tyre që shtriheshin nëpër kohë, dhe shpesh herë edhe kërkonin ndihmë të drejtë për drejtë në momentin që kishin halle të ndryshme. Dhe madje në një histori shumë interesante që kam lexuar për këtë lloj fenomeni dhe për këtë lloj besimi, sidomos në Kinën e lashtë, ndodhte për shembull që nëse ti kishe një hall, le të themi, apo një hasmëri me një person tjetër, shkoje te kjo varreza e vogël familjare dhe shkoje tek një sërgjysh i jot që mund të ketë qenë luftëtar për shembull, dhe shkoje i kërkoje ndihmë atij, ose nëse doje për shembull diçka për bukurinë, që të shtoje bukurinë e vetes tënde, mund të shkoje tek një stërgjyshe e cila ishte gjithmonë shumë e kuruar dhe ishte gjithmonë shumë e bukur. Varionte gjithmonë kjo lloj gjëje, por le të themi kontakti që njerëzit kishin me paraardhësit e tyre ishte jashtëzakonisht shumë herë më i thellë se kontakti që neve kemi sot e kësaj dite. Madje edhe zakonet që neve kemi në Shqipëri, dhe jo vetëm, por në të gjitha vendet, le të themi, shqiptarfolse, janë pak a shumë të njëjtat zakone. Shpeshherë në vende të tjera mbase nuk bëjnë sens. Për shembull, nëse ti i thua, për shembull, një amerikani që kur dikush në Shqipëri ndahet nga jeta, ne atë natë personin e mbajmë në shtëpi dhe i bëjmë ato adetet, domethënë gjatë gjithë mbrëmjes, që e ruan trupin dhe më pas mbas gjithë mbrëmjes të nesërmen është ceremonia e varrimit, ti e terrorizon një amerikan. Sepse për shembull në Amerikë është ligj që në momentin që personi ndahet nga jeta, ti nuk ke absolutisht asnjë lloj, le të themi, të drejtë edhe për të kujdesur për personin. Dhe në momentin që shumë nga ne për shembull mund ta diskutojnë me persona që jetojnë në vende të perëndimit, sidomos në Amerikë ose në Kanada, që ne kemi atë traditën tonë që ne kujdesemi për trupin e familjarit tonë që nuk është më në jetë, ata sinqerisht ju i kanë trurit, domethënë, çfarë po ndodh këtu, sepse çdo gjë që ndodh andej merret shtëpia funerale, por nga ana tjetër, pavarësisht asaj, unë personalisht mendoj që kjo jo vetëm që është një gjë shumë intime që ne kemi si popull, jo vetëm që është një gjë shumë e shenjtë e jona, por unë personalisht mendoj që në momentin që dikush të cilin ti e do vërtet shumë ndahet nga jeta dhe ja bën ti ato nderimet e fundit, ja bën ti ato shërbimet e fundit, gjëja bëhet më personale, gjëja bëhet më familjare, bëhet më shpirtërore. Dhe pse jo, se në momentin që dikush ikën, dhimbja kur i thon që ndron tek njerëzit që janë gjallë, dhe pse jo, duke i bërë të gjitha këto shërbime, duke i bërë të gjitha këto detyrime, le të themi, që ne i kemi si familjar, edhe ne ndihemi mirë, edhe ne kemi atë sensin e mbylljes, sepse në mendjen tonë ne mendojmë që, okay, personit i dham lam të mirën e fundit, duke bërë totalisht çdo gjë sipas traditës, të gjitha shërbimet ashtu siç duhen dhe ashtu siç i kanë bërë paraardhësit tan prej shumë kohësh. Kështu që
duke e lënë me një notë pozitive, pavarësisht se biseda edhe toni, le të themi, ose koncepti është pak i errët, kur e shef në këtë këndvështrim, gjërat bëhen pak më të prekshme dhe bëhen, domethënë zhdramatizohen sepse në fund të fundit vetë ne që ende po ecim në këtë tokë kërkojmë paqe, kërkojmë përmbyllje me historitë e jetës tonë, që të vazhdojmë rrugtimin e jetës tonë dhe pse jo, edhe kur të vi momenti jon, të kemi dhe ne, le të themi, një kalim për në botën tjetër, sa më të paqët, sa më të mirë dhe sa më sa më të ngrohtë, mbushur me njerëz që na duan, me familjar dhe jo në vetmi. Dhe duke thënë këto filozofira, se ç'do bëjmë tash, vajti gati 11 e natës, ç'do bëjmë, do filozofojmë, tha, s'kemi ç'a të bëjmë, se në fund të fundit ajo që dim është që s'dim asgjë, nuk dim absolutisht asgjë, kështu që pse jo, le të flasim sepse është falas. Dhe kështu siç ndodh gjithmonë, domethënë duke biseduar për tema të bukura, tema për të qeshur, u acaruam një çik, se tash do acarohemi, kupton, kur qajm hallet e të tjerëve edhe acarohesh, dhe duke folur për një temë si kjo që kishim sot, iku një orë dhe si gjithmonë, domethënë çdo fillim ka një fund, por nuk është fundi përjetshëm, sepse vezin do ta dëgjoni javës tjetër, si gjithmonë, takimi do të jetë si gjithmonë të mërkurën e ardhshme në orën 22:00, sigurisht në Paper FM, okay? Dhe thënë kjo, unë ju uroj një vazhdim jave sa më të jashtëzakonshëm, sa më të bukur, të mbushur me pozitivitet, me gëzim, me pare, pse jo? Dhe deri atëherë, deri në ritakimin, në ridigjimin ton të ardhshëm, ju uroj një natë të këndshme. Bye!